po të garantoj që kanë qenë pothuajse inekzistente ankesat nga bizneset për sulme partjake. Mos gaboni, mos dëgjoni ju Gjergji Lucën, të cilin qeveria edhe organet ligjbatuese e ndiqin si një trafikant i damkosur dhe thot se mi shkatroj bizneset Saliu. Sigurisht që ata të cilët e kanë mendjen tek droga, ata do shkatrohen, po bizneset ndershme do mbrohen pa asnjë lloj konotacioni dhe ndërhyrje. Shoqëri mos harro se ne ulëm barrën fiskale, vendosëm mbi bizneset barrën fiskale më të ulët në Europë. Dhe prapë i rikthehemi asaj. Ne krijuam klimën më miqësore ndaj biznesit. Dhe vërteta është që numri bizneseve në Shqipëri ato 8 vite u rrit me 250%. Dhe ato janë të gjitha të evidentuara. Ndaj dhe ne i kthehemi me vendosmërinë më të madhe zbatimit të ligjeve dhe lehtësime për biznesin. Ben Gjorgji, lexova se Rama po fal të trojet e policisë në Dërmie Palas për vila e hotele. A do e ndaloj njëri këtë monster, doktor, se po fal çdo pasuri dhe po zhgmon vendin? Pse nuk i çoni deputetët tuaj ta denoncojnë këtë aferë, jo vetëm në Dërmie Palas, po kudo që ndodh? Ne do e